sikur vim si të paftuar në disa prej studiove më të rëndësishme televizive të televizionit Klan, po në fakt kudo ku kemi trokitur, e kemi gjetur të shtruar, edhe kemi qenë të mirëpritur. Këtu për herë të fundit kam dhënë intervistë pas një dalje të rëndësishme në festivalin e Sanremos dhe me sa duket duhet të prezantoj përsëri atë festival që unë të kthehem këtu, po jam shumë e lumtur që për motivin e kurthit të Peter Panit, Blendi Fevziu ka qenë shumë i lumtur që të na mirëpres mua dhe fëmijët e këtij kasti. Është privilegj shumë i madh për këta fëmijët tanë që këtu ku janë ulur kryeministra, president, personazhet më të rëndësishëm të aktualitetit dhe politikës, por edhe jetës së artit në Shqipëri, ku është folur me orë të tëra, ku janë diskutuar disa prej çështjeve më të rëndësishme kombëtare, nga një njerëz që e njeh shumë mirë historinë, më mirë se kushdo tjetër. Ne kemi një vend edhe të dëgjojmë këshilla të vyera, sepse është fantastike që 37 vite të mund ta mbash timonin me dinjitet edhe të jesh gjithmonë i pari dhe i pazvendësueshëm. Ka 3 shtëpi Blendi Fevziu. Një është shtëpia e tij ku jeton i lumtur jetën familjare, një është aeroporti dhe jeta e tij në Valixhe, sepse është një nga udhëtarët më të paepur të botës, dhe pastaj është kjo shtëpia këtu, Studio Opinionit. Ne jemi tek Studio Opinionit sot. Un kam këtu 10 matadorët e mi të vegjël që luftojnë për të ardhmen dhe ëndrat e tyre për të bërë gazetar si Blendi Fevziu, dhe në të majtën time është vetë Blendi Fevziu, cilin e falenderoj sepse është një mik i këtij formati. Shumë faleminderit Blendi. Faleminderit, që është privilegj të fëmijët, në fakt nuk është privilegj, është ligësi natyrore dhe është njerëzore. Këta janë e ardhmja. Kështu që nuk e dia do jem unë më këtu apo në një studio tjetër, po këta janë e ardhmja e Shqipërisë. Shikoj që të njohin gjithë ta fëmijë i lumtur. Po më njihni vërtet? Po të njohin të tjerë, e dina ka. Më njihni vetë apo ju tha Alketa përpara? Jo, të njohim vetë. Mirë. Ne të njohim vetë nga filmat të tuja. Si mo, ku më njeh? Të cilat filma, ku e ke parë ti? Po ti si ule këm kryq aty sa bukur që ke ul. Ku e ke parë? Ku e ke parë Blendin? Ku më ke parë? Të kam parë në për televizione. Do t'i bësh një pyetje ti me që e more fjalën i parë i ulur ashtu këm kryq? Po. Aha. Ti plak i moçëm. Po pra, dhe sa të bukur e pas ke papionin. Kush të ka lidh papionin? Nuk është i livur vetëm është kështu. Si me xhiçe, se vetë se kështu e bën xhip e vë kështu. Pup. E ka në efekt audio. Dëgjoj, të duket simpatik Blendi Fevziu? Po, duket simpatik. Çfarë të pëlqen më shumë? Pjesa më e mirë nga Blendi është kollari, kostumi me kollarje. Kostumi me kollarje? Po, se më pëlqen shumë. Pëlqen shumë? Po. Po unë do kisha qef kisha papion si jo. Edhe më pëlqen logën e opinionit. Me dalloj, shisa i mençur edhe i vëmendshëm. E di ti çdo me thënë opinion njërë? Opinion, çfarë do të thotë? Opinion është një televizion për të rritur. Ke shumë të drejtë. Për të rritur. Do t'i bësh një pyetje? O Blendi, si nuk u love njëherë o burr? Si nuk u lova njerë? Si nuk u love njëherë ti o burr? Duke udhëtuar te një shtet e vetë një shtet tjetër. Po mirë mo ti me gruan, ti me ke folë sot para se të vish këtu? Se një fund gruan të ndre as emrin e gruas. Nuk e njeh. Po nuk e njeh, po mirë, në rregull dhe pas ke pyetjen tënde. Po mirë, po ti lodhesh për shembull duke ardhur në emision? Jo, nuk lodhem. E po dhe unë nuk lodhem. Si jem trim. Je trim? Jo, unë trim shumë si jam, por nuk lodhem. Do t'i bësh një pyetje tjetër, çfarë pyetje tjetër do t'i bësh? O Blendi? Po. Blendi, dua të di një sekret. Po. Unë ta kam vure se koka jote të shkëlqen. Po, më shkëlqen. Edhe? Me çaj ke la kokën. Po me shampo se laj do të s'kam flok. Me çaj ke la kokën, më thuaj. Me banjë skjum. Banjë skup? Po. Të ka si skup ato. Të ka si skup ato akullorë që e mërë si sklup e fute një ka ullë. Po si ta fus kokën me atë skupin akullorës? Nuk më shkon ta mam se kam me ca cepa. Ku do na vi një pyetje tjetër të bukur tani? Emily. Blendi, ti ke sjellur shumë persona në jetën tënde, por cilët janë 3 më të rëndësishëm? Të gjithë janë të rëndësishëm. Absolutisht të gjithë. Kush ulet në karrige ti se diferencon dot nga tjetri. Me dikë duhet t'jesh më i përgatitur, me dikë duhet pak psikologjikisht t'jesh më i fortë, po unë nuk bëj dot diferencë them ky është më i mirë se ai. Po ja dhe me që më pyete, po përmend 3 persona që nuk jetojnë më, kështu që nuk i mbetet hatri as kujt. E para dhe kryesorja ndoshta është
mbretresha Geraldin, gruaja e mbretit Zog, ka qenë mbretreshe Shqipërisë, ju ndoshta nuk e dini shumë historinë e Shqipërisë, por Shqipëria ka qenë mbretëri një periudhë kohë dhe ka pasur një mbretresh. Mbretresh të vërtet, me kuror në kokë, me kuror me diamante. Ajo që 11 muaj mbretresh dhe pastaj gjithë jetën jetoi jashtë Shqipërisë, unë e kam intervistuar në Afrikën e Jugut dhe ishte një nga intervistat më interesante që kam bërë në jetën time dhe më mahnitse, sepse ajo ishte duke u plakur, nuk kishte fuqi të fliste, po kishte edhe dëshirë të fliste, se u mbeti intervista fundit e saj, dhe ajo merrte oksigjen që të mbushte mushkrit dhe prap fliste dhe në fund fare, kur, se ndoshta jeni shumë vegjël për t'ju thënë këtë, po kur po dilnim, kapi dorën dhe tha, të lutem bëj ç'është e mundur se dua të vdes në Shqipëri. Më kanë thënë që ti ke fuqi. Dhe kur u ktheva, bëra ç'është e mundur dhe pastaj parlamenti reagoi dhe të gjithë e lejuan që të kthehej në Shqipëri se e kishte ndaluar. I dyti është një personazh shumë interesant, që besoj regjizoria e këtij emisioni e njeh shumë mirë, që quhej Jusuf Vrioni. Ishte një personazh i jashtëzakonshëm, shumë i vjetër kur unë isha i ri edhe e kam intervistuar, i cili ishte fantastik, ishte nga njerëzit më të kulturuar që ka pasur Europa, dhe zyrtarisht i tillë, jo thjesht se e them unë, që e botuar një libër të jashtëzakonshëm në Francë, dhe kur erdhi për intervistë në televizion, ishte intervista e vetme që ai dha në jetën e tij, u nervozua dhe mbuloi kokën me çantë. Dhe unë i thash, pse e mbulon kokën me çantë? Ç'a halli ke? Tha, nuk kam asnjë hall, por çfarë kam bërë unë, tha, që t'jap një intervistë në televizion? Pse e meritoj unë t'jap një intervistë në televizion? Dhe kur dëgjoj tani lloj budallësh që flasin në televizion, pa e çar kokën fare dhe mendoj që një nga njerëzit më të kulturuar të Europës dhe më të ditur i vinte siklet sepse mendonte që s'meritonte t'ju fliste një orë njerëzve përpara, gjërat ndryshojnë. I treti është një shkrimtar i jashtëzakonshëm shqiptar dhe një nga më të mëdhenjtë të shekullit 20, Ismail Kadareja, i cili po ashtu ishte një njeri i jashtëzakonshëm. Përveç se një shkrimtar i madh dhe një personazh shumë interesant, ishte edhe një bashkëbisedues i jashtëzakonshëm. Sa bukur që u përgjigj Blendi, dëgjuat. Çfarë jetë të pasur që ka gazetar. Blendi, unë do kam pa gjithë ditën në Instagram. Po ku e gjetë telefonin ti? Sikoj të babi. Po ti ja merr telefonin babit? Si nuk postove një gjë bas me gruan tënde. Ti si nuk postova s'do gruaja ime? Do grua jote. Mirë, syka që fi jote, soj. O gruj, duhet të bës seriozist, duhet të bës i bindur. A ta mori qik telefonin, ta filmoj këtë që po thua ti t'ja qoj gruas pëstaj? Bukur do ishte, Prit, rri aty mos lëviz, ma thuaj në video mua që t'ja qoj gruas. Kemi një super negociator si që shikoni këtu për asocimin e gruas Blendi Fevziut në bashkimin e Peter Panisëve. Vetëm një sekund. Pyetjen. Jo, thuaj atë që më the për gruan. Qa ti them gruas? Suj, urgent, duhet që të bëni i bindur. E bindur. E bindur, se ta bës mirë Blendin, se Blendi e di si bët, u sillet këtë ti me Blendin, Blendi sillet gej me ty. Duhet na pos t'i lirë. Po, për shumë bukur e tha. Si fiksi i ligët. Shumë bukur ke fol. Der tani ke folur shkëlqyshëm fare. O Blendi, unë të kam parë shumë herë të opinioni, që ndonjëherë je i rrept. Po ti thua gjithmonë pusho. Ti për kë thua pusho? Për ata që thon budallëqe. A të ka ardhur në majtë të hundës, apo do të bësh vetë politikan? Jo, asnjëherë. Që të rregullosh gjithë këtë Shqipëri? Jo, asnjëherë. Unë kam pas mundësi të bëhem shumë herë politikan dhe çfarë doja, por nuk e bëj. Unë kam shumë qejf të punë që bëj. Edhe po të them një gjë, me që jeni shumë vegjël, po ta dini. Po që të rregullosh gjithë Shqipërinë të jetë mirë, të jetë pa njerëz kështu. Po ka të tjerë ta rregullojmë, pse ngelit e unë rregullimi i Shqipërisë. Ka të tjerë që e rregullojnë. Dgjoj, nëse doni të bëni një gjë mirë, bëheni me pasion. Bëni vetëm atë gjë që keni qejf të bëni. Mos e kur i vogël fillon, thot babai bëj këtë, ti ndoshta s'do ta bësh atë, do të bësh një gjë tjetër. Thot mamaja bëj këtë. Ju dëgjojeni maman dhe babain se gjithmonë flasin vetëm për mirë, por në fund fare bëni atë gjë që ju pëlqen më shumë. Kenza. Kam parë gocat të tuja në Instagram. Po, edhe? Si yje. Ka parë dy vajzat e tua. O, të ke, faleminderit shumë. Çfarë i thua ti ata për bukurinë? Qa i them unë për bukurin? Mos shqetësohem fare, i them se bukuria është gjithmonë... Dhe për gjuarsin. Dhe për zgjuarsin. Bukuria është gjithmonë relative, i them. Dikujt do t'i dukesh e bukur, dikujt tjetër s'do t'i dukesh e bukur.
nuk është se është kaq universale, se ka një gjë universale bukuria, kështu që I them mos çani kokë fare për çështjen e bukurisë. Për zgjuarsinë ju them një gjë sa herë më pyesin, që zgjuarsia nuk është vetëm e lindur siç pretendojnë, sepse natyrisht që është e lindur, por zgjuarsia kultivohet edhe me vullnet, dhe I them një gjë, duhet jeni aq të zgjuar sa të merrni vendime në jetë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Po nuk more vendime, nuk je I zgjuar. Njerëzit që kanë dilema nuk janë të zgjuar kurrë, kështu që këtu I them e keni kriterin. Po morët vendime në jetë, keni bërë një veprim të zgjuar. Elden, ku është Eldeni? O Blendi, mua mami më jep 100 porosi dhe më thotë vëri si qershi në vesh. Po ti, çfarë këshilla shuj vajzave të tua për jetën dhe punën? Tani, vajzës madhe, gjithkohën I kam thënë, mos merret me gjëra që nuk janë të vërteta. Domethënë mos çaj kokë për marka, veshje, zhurmë për këto gjërat. Dhe I kam ditur gjithmonë mbi kokë, se I kam thënë që nuk është kjo pjesa e vërtetë e jetës. Gocës vogël I them mundo ndryshe nga të madhes I kam ditur një çik më fort, I them bëj gjërat si të vinë. Si the? E vogla është Alisi. Edhe sa vjeç është? Alisi është 10 vjeç. Se të tjera sa vjeç janë? E madhe është 24. E kanë diferencë të dyja. Të voglës I them që bëj gjërat si ti ndjesh ti edhe si të kesh ti qef. Kështu që shpresoj që kur të rritet ta vlerësoj më shumë këtë gjë. Blendi? Po. Amar. O Blendi, po jeti tullacë, baba im është tullacë fix si ti. Po me çaj lan kokën? Çala kokën, me sampo. Fix si puna jote. O Blendi, unë habitin së I sutje. Babi em, se që në vend bukës, kanë libra. Ja, librat duke hapu kam lexuar goxha në jetën time. Për fat keq tani po lexoj më pak. Po mësoj ti më pak, cili libër pëlqen më shumë? Po libër për fëmijë apo libër për të rritur? Për të rritën. Për të rritur ka shumë, se nuk mund të them një. Megjithatë po të marr 2 ose 3 libra që më kanë lënë më shumë gjurmë. Kronik në gure Ismail Kadares është I jashtëzakonshëm, mund ta lexoni që nga fillimi I adoleshencës, se nuk ka nevojë të jesh shumë I madh për ta lexuar. Shkretira e tartarëve e Dino Buzatit është një libër I jashtëzakonshëm, po them që më ka lënë mua gjurmë. Edhe komedianët e Graham Greene-it mbetet 1 nga 3. Pastaj, si shkrimtar, ka 2 shkrimtarë janë shumë klasik dhe nuk e di nëse në kohën e sotme mund të lexohen. Ai shumë 2 libra që mua më kanë mbajtur frymën, domethënë më kanë lënë një peshë të fortë emocionale, kanë qenë Të mjerët e Victor Hugo dhe Lufta dhe Paqja e Tolstoit. Janë libra të jashtëzakonshëm. Turgenevi dhe Çehovi janë 2 autorë shumë të mirë, po flas vetëm pjesën klasike. Ose po hyre në pjesën moderne, gjithë pjesa e shkrimtarëve të Amerikës Latine janë spektakolar. Domethënë Marquez, Cortázari, domethënë janë shkrimtarë të jashtëzakonshëm. Goca më duket, do ma bësh një pyetje? Po të bie dhëmbi. Ua, po ky është një shans I madh që do të ndodhi një Duhet ta hedhësh në çati. Po ke lëvizur ti dhëmbin? Do ta hedhim te çatia po oj sot, ai dakord? Edhe do vinë edhe një ta marrë, duhet po do mendosh thuash një dëshirë. Lëvizaj, ai që ka gati, po të vijon tani aty tak, e marr. Jo, lëre deri vet. Po lëviz mua. Edhe ty të lëvizë, po. Po më lëviz mua 2. Po ty ti ka ngrënë një çik miushi dhëmbët, po duket, ë? Bilet 3 me lëviz. Po ty nuk të ka rënë, ty të ka ngrënë miushi se ti ha shumë sheqer, më duket. Ka marrë shumë sheqer, po. Se ha shumë sheqer ti? Do kaj mo. Do ma bësh pyetjen tani, me që je me dhëmbin më mirë? Kam disa dhëmbë janë më të mirë, po I arritur disa të mirë. Tu fjala pushoj shkon kësaj studio, kështu që e Po, them nga ju ti ndon si muzikë. është fjalori I studios. Por ty o bë shumë pyetje të vështira, por cila është përgjigja më e bukur që ti ke marrë nga personat? Përgjigja më e bukur që ka marrë nga personat. Përgjigjen më të bukur se ka marrë akoma, do ma japi Vera Grabocka. Kush e ka radhën tani Amelia, do ma bësh pyetje të bukur të Blendin. O Blendi, me të vërtetë ke një punë shumë të vështirë në politikanët. Pa do të më thuash një çik të vërtetën mua? Po. Kush të lodh më shumë nga këto dhe kush ka qenë më I mirë, I deta mirë? Dëgjoj, ata që më lodhin s'janë më ata që ata të tjerët nuk të lodhin më fare tani.
se nuk kanë as në formim shumë madh, as në gjë, përsërisin, recitojnë gjithë ditën, kështu që ata që më lodhnin, pothuajse ca janë më, ca nuk janë aq aktiv sa përpara. Padosnano më ka pas lodhur, Sali Berisha më lodhte shumë, edhe Rama deri diku, po tani nuk lodhin më. Ke pyetje tjetër, Amelia? Kam shumë pyetje. Bëj edhe vazhdo. Blendi, unë hala nuk e kam vizituar të gjithë cepat e botës. Ti ke qenë cepë më cepë. A do të më thuash 3 vende që unë duhet t'i vizitoj me patjetër? 3 vende që ti duhet t'i vizitosh me patjetër, po ti do më thuash mua para se ta them, çfarë të pëlqen ty më shumë në jetën tënde? Çfarë të pëlqen më shumë? Të pëlqen natyra, të pëlqen monumentet? Natyra. Natyra. Po. Natyra, atëherë po të them një vend që duhet ta vizitosh patjetër është Hawaii. Hawaii, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të jetë për natyrë, është një nga vendet më të bukura që mund të vizitosh. Është fantastik. Po do një vend tjetër prapë për të vizituar, me që po më përmend natyrën, po të them që një nga mrekullitë që mund të vizitosh është në Afrikë, midis Zambias dhe Zimbabwes, quhet Victoria Waterfall. Është fantastike, ose Victoria Falls, është fantastike, sepse është një nga ujvarat më të bukura dhe ka dhe një gjelbrim të jashtëzakonshëm. Ndërsa vendi i tretë që do ta sugjeroja për ta vizituar, po t'i jap 2 këtu, se janë brenda një itinerari, mund bëhen bashkë, është Machu Picchu në Peru, është një gjë manice dhe ta sugjeroj ta bësh ta ngjisësh në këmbë dhe ta zbresësh në këmbë. Dhe e dyta është ai që quhet Salari i Uyunit në Bolivi. Është një gjë e mrekullueshme, është një sipërfaqe e madhe, më e madhe gati sa Shqipëria, që është e gjitha prej kripe. E gjitha e bardhë prej kripe. Kështu që këto po t'i jap si sugjerime se janë interesante. Do të marr një glob e do t'i shënoj me pika vendi ku do të shkoj. Patjetër, po do vish kur të rritesh edhe pak ti shënoj, ose thuaj mamit këtu do shkojmë. Mami do të Pyetje tjetër, se ti bën pyetje shumë të bukura. Nëse vajza jote do të shënoj të bëj te punën tënde, çfarë do të thoje ti? Punën time? Po. Po me shumë kënaqësi, unë i kam thënë të bëj çdo punë që ka ajo qef. E i kam thënë mos u mërzit, se dhe po e bëre gabim një herë, ja që e re sa e ndron rrugës. Me shumë kënaqësi. Unë të kam parë që ti mban një skop, për që mban skopin për të trembu njerëzit apo për të bërë magji? E di që s'më kështë shkuar në mënd për magji? Ta provoj njerë? Ta shikojmë një shkopin magjik të Blendit. Me qa shkopje do? Të bardhë? Kush është i rrezikshëm? Hawaja. Se është i rrezikshëm Hawaii? Ka vulkan? Ka vulkan, ka drejt. Ka drejt. A gjaju më të pak? Po, Me këtë shkopin? Jo, nuk trëmbet njëri nga shkopi. Dëgjoj, çfarë magjie do doni ty të Çfarë bënte magjie do Blendi të bëj? Fevziu? Hajde më thoni gjithë ka një ide të bukur tani. Ku të kenë Blendi Fevziu një kapelit magjike, du të kenë një skop, e vehec kapelin e dhe një leperus. Po çfarë do të Deni Leperush. Ambra? Me gjithë për biseda, unë mendoj se magjia më e bukur që do të bëj tani ishte shfaqja e një globi të madh, do të shikoja me lokacion të gjitha vendet që ti ke vizituar për t'i parë dhe E unë disa ato. shumë janë. 161. Wow. Unë as nuk i konceptoj dot kaq Kështu shumë që vende. 161 është e që vështirë t'i tregoj në hartë gjitha, por kam një hartë, kam mundësi të ta tregoj një hartë bukur. Me që më the këtu, ja, një moment, e do jetë shumë interesante. Ky është një aplikacion që quhet Mark or Travel, që tregon vendet ku ti ke qenë. Ky është globi sipas asaj ku unë kam qenë dhe ku s'kam qenë. Janë pin location gjithë vendet ku ke qenë. Jo, me jeshile është ku kam qenë. Wow. Me gri janë vetëm vendet që s'kam qenë. Wow, sa bukur. Do të thënë ti e ke bërë tur de mond. Pothuajse. Jo, Ë, pothuajse. Jo, akoma. Edhe pak Ja, mos ku mbetur është? me të shoh. Po janë vendet e vështira, vendet luftë, vendet e vështira. Ajo të ka një alien. Ajo, alien nuk kam takuar akoma. Shpejt nga një ide të bukur dua nga një fantazi nga çdo fëmijë. Me shkopin magjik çfarë do ti që të bëj Blendi Fevziu? Me zmadhu token. Me zmadhu tokën. Me zmadhu tokën. Edhe disa rahat do ishim, s'do kishim as luftra. S'do mos po dinte në i tokë me më qik naftë. O Blendi Fevziu. Ti je Blendi Fevziu dhe unë jam Alketa Fevziu. Na nga shumë herë. O Blendi Fevziu, thuaj pak Fevziu. Fevziu. Jo, Fevziu. Bravo, të lumt. Unë me shkollë magjik, bëj mamin të mos
botën e babin që e hatun stil këtu, të flej për shefshin tim. Provoj një Blendi mos I vjen mami babi që të shtrihet për qef në vetë dhe të flej kjo bukuroshja. Dal njerë shikoj mos na vjen mami, babi dhe motra. Mami, babi dhe motra e kaltrës. Tu! Nuk erdhën se si magjia. Eci magjia. Ka bërë një herë të Nuk e bëjmë magjinë, na e zbulove gjën. Elden. O Blendi, shpesh politikanët zgjedhin me njëri tjetrin në emisionin tënd. Çfarë bën ti që ti pajtosh prapë? Pres që të futet ai publiciteti se pajtohen vetë. Aq pajtuar janë publicitet se ke iden. Kur ndizet kamera prapë pasaj, zihen. Pyetje tjetër kemi? Kur të rritem, unë dua që të bëhem gazetar si ti. Cilat janë 3 gjëra më të rëndësishme që unë duhet t'i di? E para, ta kesh me pasion, e dyta të punosh shumë, e treta t'jesh vetvetja. Këto treja besoj. Kemi një gazetare shumë dinjitoze të ardhshme këtu, kështu ja do të bëj disa pyetje. Jepi Ambra. Në këtë moment është vetëm momenti yt, ka përgatitur pyetjet e vet Ambra. Në fakt unë kam parë që në ekran që ti je një gazetar shumë I përkushtuar, por sot arrita ta kuptoj edhe më mirë dhe edhe pyetja e parë ka lidhje shumë me përkushtimin. Po mendoja tani në qoftë se ti do t'ishe me pushime, a do të qëndroje I qetë apo do ta kishe përsëri mendin që të merri atë panelin edhe të analizoje perëndimin e diellit? Po pushime mos Ta bëj analizoj perëndimin e diellit, bëj një panel. Pushime nuk bëj asnjëherë në kuptimin pushime, po unë pushoj në forma të ndryshme. Çdo njeri ka formën e vet pushimit. Domethënë kur unë udhtoj, pavarësisht se mund duket lodhje fizike, për mua është pushim. Pushim aktiv. Sepse në është pushimin e kam ti, dhe kur jam në det nuk rrin në shezllon kur. Çohem, notoj me orë, marr maskën, zhytem, marr varkën iki diku, kështu që e kam stil. A do analizoja perëndimin e diellit? Te princi vogël thot, një herë thot jam ulur dhe kam parë kaq herë, nuk e di sa herë thot perëndimin e diellit thot, dhe perëndimi është gjithmonë I ndryshëm. Kështu që të analizosh perëndimin e diellit, duhet të analizosh shumë herë gjëra të ndryshme. Asnjëherë nuk është njësoj. Edhe po ta vësh re. Në qoftë se bebe do t'i bënin burrat, çfarë do të bënin gratë? Unë them inshallah Zot që si bëj, shqyr Zot që si bëjnë, se kush e di se do ankoheshin. Ha, mora marr, u zgjove ti? Po do të thosja diçka. Po. Do të thosja unë di plot trupit të pjesët. Trupit, pjesët e trupit, I di. Po. Edhe çfarë do të thotë kjo që I di të gjithë pjesët? Të gjithë I din pjesët e trupit. Di. Ha. Është koka, spatlla, xhunjet, këmbët, dora. Po mirë, unë me Alketën, çfarë ndryshimi kemi të pjesës të trupit? Co na bën çiçi me luc, gocat I bëjnë me paluc. Gocat I bëjnë me paluc. Na knaqe, na shkrive fare. Si fiton më shumë? Si influencer apo si gazetar? Kush profesion paguhet më Unë mirë? personalisht apo të gjithë tjerë? Ti personalisht. Jo, si gazetar, s'ka lidhje. Patjetër. Sa herë ndron ti pasaportë? Se besoj se duhet kesh shumë vula. Çdo 2 vjet. Okej. Çdo 2 vjet. Na bëj një krevat flame. Prit tani. Po që ta bëj unë krevatin? A mund të përqafoj pak? Hajde. Oba! O Blendi, o ta marr pak skopin se bën Ta një marrë magji. skopin sa të duash. Skopin të bëj një magji. Kjo studio nuk ka qenë asnjëherë më gazmore dhe më e gëzuar. Tani se do sa sot. thoni të gjithë nga një magji. Po, për Blendin. Prit, jo, ta bëjnë çfarë duan se. Prit atë gjë që do Bëhet. bëja marri për Blendin. Çfarë magjie do t'i bësh Blendit? Agabadabra, Ha. agabadabra, bëj Blendin flok. Pum. Vërë, të koka. Pum, dëgjoj. Po sigur të dalë me flok. Diku dalën me flok. Prit njerë, mbaj njerë këtë, kërkoj njerë, se mos del në Instagram ose në Google Blendi Fevziu me flok. Po doli pastaj I kam prej teje ta dish. Ja, si më bëre, hajde shife si më bëre. Shife. Ua, edhe kaçurela madje m'duket. E shikohe si më bëre, ja magjia. Katurela. O magjistar. Shiko, mund të them që ky ka qenë një nga panelet që ke menaxhuar më lehtë se çdo panel tjetër që ke pasur në këtë studio dhe Ashtu duket. ashtu duket. Ashtu duket. Kur e shef nga jashtë, gjithmonë duket më e lehtë. Shiko, ti gjithmonë Blendi thuaj që unë kam sot thua njeriu më të pasur në Shqipëri ose jam në New York me një nga shqiptarët më të pasur të New Yorkut.
Unë do them sot që unë jam me të vërtet shumë e kënaqur që kisha një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri sot në krahun tim. Dhe jo sepse fiton se punon, se kjo është shumë legjitime, të punosh dhe të fitosh është patjetër e drejta, aftësia e çdo kujt. Jetojmë kapitalizëm edhe bravo nëse kjo ndodh në jetën tënde. Nuk do të them as që je njeriu më i pasur sepse ke një nga arkivat më të jashtëzakonshme të ekranit dhe të televizionit në Shqipëri, të gazetarisë. Nuk do të them as që je shumë i pasur sepse kë nuk e ftuar këtu dhe ti këdo që do ta ftosh e ke në fakt në intervistat e tua sepse je i Zotit dhe Samir që ja del. Po do të them që je shumë i pasur për dy arsye. Një sepse je shumë i ditur dhe nuk rresh të lexuarit dhe dia është gjë më e bukur që do doja ti kultivonte çdo prind, çdo i rritur, çdo njeri në profesionin tënd, çdo fëmijë. Dhe e dyta je shumë i pasur sepse je njeri i lirë me kaq shumë interesa edhe mua më pëlqen në mënyrë të veçantë dëshira jote për të eksploruar botën. Të falenderoj shumë që na dhe mundësinë sot që ta ndanim këtë hapësirë bashkë. Edhe unë jam i pasur dhe me fat që kam ty në krahë. Faleminderit shumë. Kjo është mjaftueshëm. Faleminderit shumë Çiko. Intervistën e fundit e kam realizuar këtu mbas Sanremos. Ma uro përsërit lutem se. Absolutisht po, të uroj Sanremon dhe më shumë. Faleminderit. Do vi përsërit këtu ndoshta. Me kënaqësi më të madhe. Ishte kënaqësi e veçantë që e mbyllëm natën e parë të kurthit të Peter Panit këtu në studion e Opinion me Blendi Fevziun. Javën tjetër do të kemi dy të ftuar interesant në studion tonë. Na uron mbarësi. Faleminderit një herë që ma pasurove studion në këtë mënyrë kaq fantastike. Suksese, është kot t'ju them suksese, tani është çështje suksesi është i garantuar. Po zemër. Tani ma bë kanike. Që të flesh. Do të çohesh pak? Shtriu dhe në qik. Ja se më prishëm flokë. Të prishëm flokë. Tani me që kaltra fjeti, natën e mirë dhe miru pafshim gjithë. Kaltrën po e mbajmë këtu. Mirëmëngjes. Natën e mirë dhe miru ta pafshim, faleminderit.